detyrë që i bashkohet kësaj partie në 11 ditët e fundit, duke e çuar numrin e deputetëve në 8, pra të Reform UK. E njohur dhe për retorikën armiqësore ndaj emigrantëve shqiptar në Britani, ashtu si kundër edhe Nigel Farage me polemika të ndryshme që janë bërë së fundmi lidhur me këtë çështje. Do të flasim në VMC për këtë tematik dhe më gjërë kam kënaqësinë të lidhemi drejt për së drejti në Mbretërinë e Bashkuar me avokatin Naim Hasani. Ju përshëndes avokat, faleminderit që u bashkuat bisedës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën që ka. Po shohim një forcim të kësaj force politike tashmë edhe me braverman që i bashkohet Nigel Farage, duke bërë këtë dyshem famkeqe për shqiptarët, duhet thënë. Si po lexohet edhe pse është një çështje që tashmë prej disa ditësh flitet. Padyshim, Suela Braverman një emër mjaft i njohur për shqiptarët në Britani, por shqiptarët kudo që ndodhen për retorikën e saj mjaft i njohur anti-shqiptare dhe anti-imigrante, është faktikisht përfaqësuesja e lartë dhe 27 e Partisë Konservatore që i bashkohet Partisë Reform UK të politikanit populist të ekstremit të djathtë Nigel Farage. Suela Braverman flitë më kohë që do t'i bashkohet kësaj partie bashkë me ish-ministrin e Migracionit Robert Jenrick, dy nga figurat kryesore të kësaj partie, dhe i bashkohen ta dy edhe ish-ministrit të financave Nadim Zakawi, një figurë tjetër kryesore në qeverinë e Boris Johnson dhe Liz Truss. Dhe të gjithë këta i bashkohet një kalvari të madh të ish-deputetëve konservator, partia që humbi pushtetin në zgjedhjet e 4 korrikut 2024, dhe i bashkohen Nigel Farage, Reform UK, parti e njohur kjo për emigracionit, pasi duhet thënë, jo vetëm për këtë dyshe kundrejt shqiptarëve, por çdo reform që është marrë apo çdo ligj i ndryshuar tani Nigel Farage ka në programin e tyre elektoral që është shpallur disa muaj më parë për hir të vërtetës, vijën kryesore ka pasur sidomos në retorikën kundër, jo vetëm kundër emigrantëve të paligjshëm, duke thënë që nuk do të pranoj asnjë emigrant paligjshëm dhe do t'i kthej ata në momentin që ata rrinin në Britani dhe nuk do të shqyrtonte asnjë kërkesë për azil, pa ajo që ka ngritur më shumë shqetësimin e politikanëve dhe qarqeve faktikisht shoqata të ndryshme në mbrojtje të drejtave të njeriut dhe të migrantëve, por edhe qarqeve në drejtësi, në media, në çdo pjesë të jetës në Britani, është fakti që Nigel Farage thotë që do të dëbojë edhe emigrantët e ligjshëm, jo vetëm emigrantët e ligjshëm që kanë leje të përkohshme, por do të heqë të drejtën e emigrantëve për të qëndruar në Britani në mënyrë të përhershme, dhe do t'ju heqë emigrantëve të huaj edhe të drejtë atyre që ja kanë marrë me vite lejen e përhershme qëndrimit që quhet indefinite leave to remain, do t'ju heqë sapo të vinë në pushtet. Çfarë do të nënkuptonte kjo për gjithë ata shqiptarë cilët e kanë një leje të tillë dhe besoj se shumica në këtë formë duhet jenë aktualisht? Absolutisht, është shumë e qartë sipas Nigel Farage, nëse ke këtu ose do ta vazhdosh leje qëndrime, do të vazhdo të paguash në çdo 2 vjet e gjysmë tarifa të marrëmendse shtetit për të qëndruar në Britani, ose do të kthehesh në vendin tënd. Politika e Nigel Farage dhe Reform UK parashikon që emigrantët e huaj, vetëm ata që do të kenë të ardha të shumë të mëdha financiare, të kenë më 14 vite, të cilët elektorati britanik i dënoi tmerrsisht më votë nga 329 deputet në 75 deputet që ka aktualisht